Miq të televizionit të UTA, ne kemi zgjedhur mënyra të ndryshme për të ju uruar të gjithëve festën e Fitër Bajramit. Njëra nga këto mënyra është edhe përgatitja e ëmbëlsirës specifike, tipike për festën e Fitër Bajramit në çdo shtëpi të ulqinakëve. Ajo është ëmbëlsira me emrin Sarajli, besoj që të gjithë e dini më së miri, por ne jemi në shtëpinë e zonjës Lirie Mustafiq. Ajo do të na tregojë procedurën dhe të gjithë atë se cilat janë produktet e nevojshme, sa kohë duhet për përgatitjen e Sarajlis, edhe cilat janë ato sekretet e saj që Sarajlia të dalë sa më mirë. Them sekretet e saj me qenë se ajo ka shumë vite, mbi 50 vite, të cilat përgatit Sarajli për të gjithë ulqinakët. Ato porosisin tek ajo sepse tashmë janë në duar të sigurta. Për këtë arsye dhe ne jemi këtu sot mysafir të saj, duke e falendëruar që na ka pranuar të gjithë stafin e televizionit të UTA, ku për të gjithë shikuesit do të paraqes ëmbëlsirën e Sarajlis. Besoj se vetëm ka filluar me përgatitjen e saj dhe ne tani do të shkojmë në shtëpi dhe të shohim nga fillimi procedurën e ëmbëlsirës. Zonja Lirie, sa do të përgatisim Sarajli, por sa do të jetë e madhe, cilat produkte do të na duhen? Tash për tash unë jam të e hapur. Do ta pjekë një faqe, njëra, gjysën, edhe do ta pjekë më vonë edhe gjysën tjetër. Sarajlia ka më pa kur të kryhet, për shembull, që të vini për 2 ditë, mësi që keni qef më ardhë, kur që të tana hargjë. Sarajlia 1 qilje me, 1 qilje dopek, 1 qilje adha, gjysën e qës mrenë, gjysën e qës cipri. Ke kuptu, a i që ta mishtin kry për shemë, ose për e di kuj si interesant. Ali ke duhet të shmuhallu ka një ta. Sa që ndrën brumi që të vi? Brumi, unë e kam zanë para 1 gjysore. Para 1 gjysore, ma te përse 1 gjysore të është në vejnë nuk o zanë më nejnë. Se në shanë farë. Atërën e halaj gjysën, e shti mu pjekë, në tafë tjetër, fillaj e halaj tjetër i shtri. Sa kore duen? Sa pjesën bardit? Unë për mas mili, nuk i njefi hiq. Unë e qesë 100 mil dhe vaj e sa me metë për të 2 faqe. Am ke kuptu. A qesë 1 grësht mil ma tepër për anat që mesin që ja hekja din. Edhe që njashtë. Një kash ka puna pjekunin. Edhe përvlej me maslac. Pak vaj i qesë, se nuk i përqenë fare maslaci se filën e mirjet, ama me maslaci përvlej ka një të shpeshifni. Të sa vjetë më rëshme? Une, të sa vjetë, unë s'kam numër minjef. Nuk mund t'i numrejt. E mbanë mënë si ke filluar? Sarajlin e parë? Nga kush e ke mësu? E kam mësu veç në shpit babës, kur kam qenë si vajzë. E kam shtim kry, atyran, kam fillu si për veti, kam qenë 10 vjeqe 11. Të bela dhe në parë në klasë, kam arru, se me thanë, një gjera që kam arru. Edhe unë veç kam nej të e shiku edhe penja ashtë, kam fillu për shpima për parë, për kebaba, si në vajzni, atëheran. Do të trashëgoj dikush tjetër? Po unë e të shnusja kur ishë në shpim një manë, dhe qef kam edhe vajzave i kam thanë, pësononi, se ke ishë një tradit që ishë shumë e moqme. Ke mundet me qenë se të s'ka, si me thanë, nuk ka egzistu amëlcin tjetër në Ulqen, po Sarajlia. Baklava të shkëndanë, të shbonë. Ti mund të fillosh me punë, edhe ne shikojmë se si shkojmë. Sa orë në kja përgatitjo? Përsa kam, si me thana ja, orë dhe shumë këtë nuk ka i shumë i hallu, vetëm dhe me prit në pjekë dhe këndarë. Për sa kohë duhet më prit në pjekë? Kja vogla dhe 1 orë me nëj, që mirë në furë. Aja madhja, si e bajsinin e madhe, se aja ka mirë ma shumë, ka 2 qile kusur mirë, aja duhet 2 orë me nëj. Një herë e shenjë që në 50, mësë në e ullin 200.
gazet, Milan Ftov, Është shumë interesant në kupla që jetu e. Kupla, pa. Në kupla. Kam edhe brushën për brushën që të në shumë le, aja nëse që kanë lidhët një dese nuk e le mu qu. Në të shtrijet një nga një? Ha? Një për një? Një ka një, pa. Zorë më mësu, se I moshmis jetën gjithmonë, unë I kam thënë e familjes teme. Nuk ishtë një filozofi e madhe, ku se unë në atë kohë, si me thanë, ja kam vu menën, e shërbetit e tanë, e me sa nëjna prep, si me thanë njerë belas, më ka dalë, si ku se më dalin tash. Ama, njerë, dy herë edhe, kalan e problem. Pësohesh. Dhe gjithë shka të vetën, adin, as da në nërë shumë, se dhe kja ishtë, si me thanë, pola, adin. Gjashtat vjetë që e punaj këtë punë. Kam ditë për njësën e qimë me ba 4 copë për një. 4 sarajli ka dashtë. Si kemë rritë? Një shtu, kam rritë, kam punu, si me thanë, derivonë më ramje, peq, dzenë, peq, Allah. A disi, miri ku ishë, të shjem edhe ka fiku mu matënu, unë e pse e kam marra këtë punë. S'kam pivet ma me më rritë, si kam më rritë me bakë. Se ma sa temeli, sa martesa, sa fejesa, sa... Kanë përdorë se I litë fërë. Dhe shkam fillu baklava, dhe fërë torte, dhe gjana, ma për kalaj. Se për parë, s'ka ba ku shpite zërë, gjapa se I litë. Sa din të nërqen që punojnë sarajli? Po, tash kemi fillu shumë me ba sarajli. Kemi fillu shumë, kishë me thanë, unë e kam qenë ma moqmja, që u qeni s'ka qeni madhë, s'ka pas banorë shumë. I tash I shtu se prej janë prej gjithë kahit, ka qenë, për ma moqme se unë ka qenë, një grupi keshije këtë jam rriton, jam e lindën, edhe aja ka ba, si me thamë, pak, pa ma pak se unë, së mund të me më rritë, që dion, këna di unë e kishe mishteri ma shumë. Gjithë kush kure... është përfitu se sa blehet një sarajli, sa është? Unë me të vëllu shkurt, këtë voglin 60 euro me material të. Atë madhe 100. Qishtë si një japë, ka që madhe. Këtë duke të shëvocër. A kur të përvlohet të shëshef sa ishtë talë. Të shpeju të rege dhe talën dhe ma unë 100. Sa dele madhe. Pyte për 60,
hajtë se kam qu qmimi se ta thonë një shtrituar që hajtë si e kam ba vjetë par vjetë. Po du më baj rahat. Ama si me thanë të shnjë 10 vjetë si kam fiku me pare, se për pare si kena ma fiku pare, pritë zatë. Ma zona, në kartë, po të shishbaj që shka me pare, përse mos me marë. Anat, shohim që je duke... Pa një kefi ani që. Të shë dhe pak me të pisaj, unë e pa e zapë qës një. Kja thire së rejli e 1 qilje. 1 qilje milë. Hajde, bismillah. Çka nevojitet për Tu nevojitet kam kalkull 900 gram vokaj, deri 1 qile. Edhe 1 qile arra komplet me atë që ishtë Cipri, për jep kri duke qëtë për 1 qile arra. Për len edhe e ki pas sa hamen, për të ashtë hamen dhe për të ka dhe gjithë. Edhe dvo peku, 2-3 grushta sheqer, 150 gram maslac, ja që të shkrin maslacin edhe ja që të men, i përzin tero. Edhe 2 gota sheqer, unë e ljem suma grushta, për 2 gota sheqer, kështu gota që kërëson. Ja që ti që të farë, i përzin e pa mirë, atëherën, kur ftofet pak, e përvlen njërë sërinë. Të dyja faqet i përvlen, që me të shërbet atë se unë e bajnë e sapë, që me të shërbet mu përvlu edhe i që e këtë përto. Atëherën, si me thanë, kur ftofet pak sa i shërbet, ja varë si e qëtë këtine, e lena të një ftof pak, atëherë e qëtë kjesë bute edhe në kada të shumë. Edhe këtë në propëzi, djeri që më zbutë. Në kuptu. Mesaj këtë teq, na kena me aqit kësaj pjesë, am ke kuptu. A pjesa që vjen për sipër, duhet me qenë janë atë faqe që ishtë për sipër kur e pjenë. Për faqja e funit. Pse në e sjellë, pse ishtë ma bukur. Am ke kuptu. Kja ishtë faqja si pjeke. Kja ishte sjellën për smrapshti. Am ke kuptu që se ishtë faqja del ma rafsht. E kja quhet ma tepër, se ka qenë kaq për i shullt i shërbetit. Am ke kuptu. Edhe me Selena, të shpon shif një si e qesi ma dhatë Cipri, edhe arët për Cipri. Edhe është gati. Edhe ish gati. Për shemë dhe zinë shërbetin më si bje valë 15 minuta. Am ke kuptu që 3 qile sheqer, 3 qile uj, edhe një got uj ma tepër, që mi bëhe sa, për shemë, ai me ardhë në atë nivelin 3 qile me 3 qile, kë shërbetit parë. Të shem të i zhjë dhe shërbetin e dytë ato. Ka pak ceremoni për kur batë dhe... Filmojmë i qesim kur janë dyja të ftofta, pa? Të shta kur ftofen, fillan e qëtë hargjit, si më thanë. Merët vesh të shkesh hargjit. Atëherën, të shpëshofim.
Tash kësaj, kjo dënë hizmet të madh tash, kështu. Unë e rri kry gjysë sahatit, të e qitë shërbet kështu. Në ke kuptu. Deri që të ba me ra, unë kështu rri të e qitë shërbetin. Pse duhet? Se duhet aja shkan të ufry, aja lapin shërbet. Se bere 2-3 ore do të më nejtë në 2 tava. Am kemi marrë vesht. Për sa persona kemi këtë Sarajli Gartë? Këtu mundën më hangër për 100 vetë. Se s'mund të hajnë ma tepër, kur të që s'na shërbetin tjetër. Nërse unë nuk du mi ba fare tamën, se puna që e bëj vesh për këta familjen e vetë, se nuk ka atë, kur ishë shumë amër, nuk... Zonja Lirie, si që duket, është në përfundim. Përfundim. E vetëmja çka duhet është edhe shërbeti i trash. Shërbeti i trash, për shembull, e qëtë 2 qilje sheqer, pa kujs, ja shumë, se qëtë punë mizi ma tepër, edhe rranë skarifilit i qëtë asaj, që me marrë vaja këtë erën i kësaj, për shembull, me pas një shije. Më ke marrë vesh, se kur që shtjat pa rranë skarifilit, ja marrë shije në kësaj. Unë duhet të them të lumshin durt. Faleminderit. Jam kënaq shumë sot këtu. Edhe për ju, juve që më keni se i di se më keni ardhë. S'pa di si mi u thanën, të zoti dhja pris me gadit ma aty. Allahu din. Unë ndihem shumë e lumtur që shok të Sarajlit të përgatitur nga duart një zoje nderuar si e ti. Faleminderit shumë që e paraqite këtë punë për shikuesit e televizionit Teuta. Faleminderit edhe ju. Mua nuk më pritet tani ta provojmë këtë Sarajli edhe të gjithë juve që na ndiqni. Një tash do të provojmë. Tani do ta provojmë dhe të kemi një urim edhe gëzuar për shumët Fitër Bajramin. Duke pasur harmoninë në shtëpinë tënde, në shtëpinë e të gjithë shikuesve të televizionit edhe juve të gjithëve, e faleminderit. Shikues televizionit Teuta, ishte kjo mikpritja në shtëpinë Mustafiq, në zonjën Lirie Mustafiq. Faleminderit edhe një herë që ju qëndruat me neve. Ishte kjo se çfarë ne sollëm ëmbëlsi nga shtëpia e zonjës në shtëpitë tuaja. Gëzuar për shumat Fitër Bajramin. Faleminderit gjithashtu edhe ju. Zoti ju baft kabul.